kur janë investu mbi 8 milion euro. A nuk është prioritet kur depolitizu se secili në shumica e drejtorëve të tyre kanë qenë politik. Zoti Aliu, ta dëgjojmë Ramusin. Si është prioritet? Digitalizim i plot i shkollave. Transport folat për nxënës nga zonat ku kanë largësi. Kabinete moderne lëndëve. Asnjë kabinet se ka. Asnjë kabinet se ka. Po e përsëris. 8 kabinete. Arsimi do të jetë prioritet. Shëndetësi po. S'ka çka më bën shëndetësi. Asnjë objekt. Ajo të kryme Dëgjoj, ta shpjegoj, i ka gjetë kryne. Asnjë objekt për 4 vite se ka ndërtu. 4 QMF-ja i ka post ndërtuar. Po vetëm mbyllura kanë qendrën kryesore të mëshirës familjare edhe emergjencën e ka post përfunduar. Tash në fund fushatës e ka filluar një projekt për ndërtimin e QMF-s që e ka filluar në periferi. Let ma gjonë zoti Aliu, në cilin qytet të Republikës Kosovës ndërtohet QMF-ja në periferi. Ju premtoj qytetarëve të komunës Shtimes, si kryetar komune, nuk do ta zhvendosi QMF-n. Do ta zhbojsh ato që unisa? Nuk do ta zhboj. Që po del fjalët e mia, këto janë gjendë mi zhbo projektet tona. Shërbimet e mjekësisë familjare do të kryhen në objektin ku janë tu. Çka do t'i bësh QMF-s që është në ndërtuar? Në objektin e ri do ta aborti shërbimin e emergjencës, shërbimin stomatologjik dhe shërbimin e administratës. Nuk mundem unë me zhvendos mjekësinë familjare larg qytetarëve. Si shkollë qytetar, 2 kilometra për me bot një tension. Është gabim konceptual, urgjenta do me qenë në qytetet, jo mjekësia që mjekësinë familjare nuk na zhvendosin në objektin e ri, po do t'i kryej shërbimet aty ku janë. Fjala e fundit Shabani thirrje. Fjala e fundit i bie thirrja për Stevjanët. Kamera është anej. A kamerës po i drejtohesh? Po patjetër kamera. Të nderuar qytetarë të komunës Shtimes. Kastriot Shabanin ju e njeni. E njeni familjen e Kastriot Shabanit. E njeni aktivitetin politik që këm fillu tashte 3 vite e gjysmë. E dini sa kam qenë drejtar punën edhe angazhimin që e kam bo për juve, po shumë a shumë se drejtar është t'jem kryetar i parë juve. Me përgjegjësit madhe, morale, ju bëj thirrje, të epni votën për Kastriotin, asnjëherë ajo përgjegjësi nuk ju shkon as vota hoq, as përgjegjësi që ja keni dhënë njëri që e mbon atë përgjegjësi me dinjitet. Fjala e fundit e juja. Të nderuar qytetarë të Shtimes dhe shumë të respektuar. Ju e dini shërbimin 14 vjeçar me ndershmëri edhe me dignitet që ju kom ofruar. Votone përparim Ramusën se nuk do t'ju gënjej. Nuk do skuqen para juve dhe do ta bëj punën t'ju shiqoj në sy të gjithëve. Mos votoni njerëz që nuk e mbojnë fjalën dhe ju premtojnë dhe nuk realizojnë. Dhe Aliu, se kjo fantastike po del drejtimi kamera, ja ku e ketë mishin aty kamera. Drejtoj fjalën e fundit. Veç edhe një muzikë kështu filharmonike i ka munguar të Ramusa kështu edhe me dal kështu krevepër. A kupton? Artistike kështu, po kur gjë konceptuale edhe kur gjë kështu thelbësore. Fjala e fundit. Kështu për vajtime është nish. Kështu ka vajtuar një 4 vite edhe në asamble, po ka bllokuar gjithçka. Mos kthehemi asaj çështës të komunës Shtimes. Ju jam mirë njohës thellësisht që bashkaresht në 2021 e kemi bën ndryshimin e madh mas marrjes të peng për 2 dekada të zhvillimit edhe të prosperimit të komunës tonë. Atë besim që ma keni dhënë me sinqeritetin më të madh. Ju mbetona që për 4 vite kur në jetën time nuk jam angazhuar dhe nuk kam punuar më shumë për me shpërbly besimin e sinqert. Dhe tashmë ka fakte. Janë mbi 50 milion euro investime në secilën sferë. Jam ball hapur, e kam rregulluar edhe imazhin e komunës Shtimes që ka pas edhe skandale financiare, edhe borxhe, edhe skandale morale. Transparenca, domethënë prej këtë kudo. Kemi edhe çmime ndërkombëtare edhe për transparencë, edhe për qeverisë të shkëlqyeshme. Me këtë intensitet do të vazhdojmë, edhe më shumë, edhe më mirë, do ta bëjmë qytetin tonë përsëmari ashtu siç e keni merituar gjithmonë. Okej. Ju jam mirënjohës, edhe do të vazhdojmë bashkarisht me prosperu, me zhvillu sepse këto sabotatorëve ka përfunduar. Shabani, ti ke qenë nga fillimi që tha unë nuk dua të merrem me përplasje dhe akuza politike. Ne promovojmë
qytetarin, mirë kuptimin e fair play-in, në fund